cila moshë është ma mira për martesë, për meshkuj dhe femra që t'jenë gati edhe mendërisht, domethënë mentalisht, edhe financiarisht. Kjo është relative, domethënë përgjigja nuk mundim me thonë se detyrimisht është vetëm kjo moshë, edhe s'ka tjetër. Pa mbarët prej rrethonave të vendit ku jeton, prej mentalitetit personal të njerit, edhe aspekti psikologjik dhe ai financiar, nuk mundemi me i bashku kur me thonë se, për shembull ona financiare, një djalë bëhet i pamvarur financiarisht, domethënë atë ku bëhet vetë i zoti i shtëpisë, 35-40 vjeç, ma na nuk bën me prit, po na duhet më shtet pak masallat, gjëresha normal, tek babat, e vëllezërit më të mëdhenj, te familja, që mu martu edhe pse kemi ndoshta një rrugë solide ose hala jemi në fakultet, s'kena fillu me pas rrugën tonë. Prandaj ona financiare nuk them që detyrimisht kemi pas punë mirë, po pritemi i bën punë mirë edhe mu martu, domethënë financiarisht mi bën punë mirë, kimi vonu ndoshta shumë. Kjo është mendimi jam, nuk është patjetër me u pajtu ju, edhe nuk është patjetër me qenë gjithmonë i qelluar, sepse ka na bjen neve me lexu nga psikologë ose njerëz sociologë të ndryshëm që e thonë edhe të kundërtën, por varet kjo nga çfarë kondi ata janë nis për me kriju këtë bindje. Ka për tyre për shembull që janë në për Evropën, në për Amerikë, ku ata i kanë do standarde të tjera sipas tyre. Po në botën islame do standarde të tjera, për shembull në Jordani dhe në Siri nëse s'ki banesën tonë, po ashtu në Arabi Saudite nuk t'jap nuse kërkush, po mon që i bjen për mi 30 vjet mu martu djalit. Të na nuk është kështu. Të na nuk është kështu. Të na edhe më i ri, çka them unë, që se e zgjata pak, po me qëllim me pas kujdes, domethënë me them mosha 20 deri 22 vjeçare është mosha më e arsyeshme për martesë, domethënë si e djalit si e vajzës. 20 deri 22. Në gjithë aspektet është më arsyeshme. E di që ka me thonë dikush që është moshë e re, jo nuk është e re. Jo nuk është e re, mbesani domethënë nga përvoja me shumë trija dhe treja, me pa hesap. Me njerëz, kjo është mosha më e mirë që njeriu mundet me kap hapin. Edhe mund me kry shkollë, edhe mundet me lind fëmijë, edhe me gjetë punë. Ai që dën, ai ka mund me kry shkollë, ai ka mund me bë fëmijë, ai ka mund me gjetë punë gjitha në këtë moshë. Normal rol të rëndësishëm luan këtu edhe familja, domethënë baba, nana, familja, edhe na duhet me mbajt atë familiarizmin, me jetune për familje më të mëdha që me të ndihmu ata derisa ti të bëhesh i pamvallur.